Ardian Tufa, njohur edhe si Nari Lundër, ka rihapur laboratorin e plaçkitjes në Fark, duke I dhënë sërish të njëjtave persona AMTP të reja mbi të njëjtat pasuri të shpallura më parë të falsifikuara. Kjo praktikë e jashtëligjshme, në vend që të ndëshkojë, është mbuluar nga heshtja institucionale. Në këtë mënyrë, prona të kontestuara dhe të falsifikuara kanë përfunduar sërish në qarkullim, duke hapur rrugën për një tjetër hap, legalizimin përmes lejeve të ndërtimit. Burime pranë Bashkisë Tiranë tregojnë se mbi këto prona janë dhënë leje ndërtimi. Përfituesi kryesor I këtij zinxhiri vendimesh është oligarku Behar Çukaj, I cili ka përfituar hapësira të mëdha ndërtimore fal një skeme të cilën qytetarët e Farkës e përshkruajnë si plaçkitje të ligjshme. Sipas një denoncimi të ardhur në pamfleti, Ardian Tufa ka përfituar rreth 300 hektar tokë me vlerë tregu rreth 35 milion euro, nëpërmjet tjetërsimit të pronës në bashkëpunim me shefat e kadastrës. Në fakt, Ardian Tufa e ka nisur zanatin e menaxhimit të pazareve me pronat e bashkëpunimit të ngushtë me Martin Kalën, drejtori I ASHK-së Rurale 1. Së bashku ata kanë krijuar një zyrë paralele kadastre, ku pronat e kontestuara dhe të falsifikuara qarkullojnë lirisht, sikur të ishin mall në treg. Me vulin e Kalës, çdo gjë bëhet e ligjshme, edhe kur është haptazi krim. Për meritat si tjetërsuesi pasurive publike, Ardian Tufa në të gjithë këtë proces është ndihmuar nga disa topograf, të cilët punojnë vetëm e vetëm për pronat e Narit Lundër. Më herët një denoncues ka depozituar në redaksinë e pamfletit dokumente dhe një audiopërgjim që flet qartë për një realitet shokues. Në të, Ardian Tufa shfaqet me akses të pakufizuar në transferimet e pronave, duke folur për to si të ishin sende personale. Në biseda ai diskuton hapur për transferime pronash dhe pastrime të titujve, pa asnjë droj, sikur të ishte vetë pronari kadastrës. Këto përgjime zbulojnë se Nari Lundër e konsideron veten mbi ligjin, duke lëvizur pronat si një lojë shahu ku ai është lojtari I vetëm. Nari Lundër tashmë duket se po eklipson edhe mafjen e pronave të Artur Sheut, e cila krahas tij duket thjesht një amatore, ndërsa Sheu operonte në hije, Tufa vepron në dritën e diellit me Martin Kalën në kadastër, me topografët në xhep dhe me lejet e ndërtimit në dorë, por skema më e turpshme që po shpaloset tani në kodrën e diellit. Nga informacionet e ardhura thuhet se Ardian Tufa po përgatit për bingon e radhës, një sipërfaqe prej rreth 35 hektarësh sipër kodrës së diellit po bëhet gati për të futet në laboratorin e Ardian Tufës, por në këtë rast, sipas burimeve, Nari Lundër po përdor policinë e shtetit për të zgjidhur konfliktet me banorët, duke I detyruar ata të deklarojnë se nuk u takon asnjë pronë në atë zonë, një fakt ky që nëse provohet nga hetuesit, përbën një rast flagrant shkeljeje të ligjit. Sipas burimeve, Ardian Tufa ka angazhuar postën policore për të kryer të gjitha veprimet dhe për të marrë banorëve deklaratat se toka e tyre nuk u takon, një sipërfaqe e madhe që po kopsitet për t'ia dhënë më pas një oligarku, në një operacion që kujton metodat më të errta të mafjes së pronave, me dosje penale për tjetërsim pronash, falsifikim dokumentesh dhe bashkëpunim kriminal me kadastrën. Dosje penale ende në proces ndaj Ardian Tufës dhe Martin Kalës është ajo e tjetërsimit të 300 hektarëve tokë në Lundër, me vlerë tregu 35 milion euro, ku së bashku kanë kaluar pronat e kontestuara në emër të tij. Dosje penale ende në proces ndaj Ardian Tufës është ajo për falsifikim dokumentesh dhe transferime pronash, ku topografët e tij kanë vënë në letër çdo gjë pa asnjë verifikim. Dosje penale ende në proces ndaj Ardian Tufës është ajo për shkelje të rënda të ligjit të pronësisë ku mijëra metra katror tokë janë zhdukur banorëve dhe janë shtuar pasurisë së Narit Lundër. Për këto dosje nuk dihet në çfarë hetimi ndodhen, apo nëse disa prej tyre janë pushuar fshehurazi, por ajo që dihet me siguri është se Ardian Tufa po ndiqet hap pas hapi nga hetuesit. Në vitet e fundit, pavarësisht se kishte 4 dosje penale, Ardian Tufa vazhdonte të operonte I paprekur në Fark, duke shtuar çdo ditë më shumë pasuri në emër të tij, derisa tani ka hedhur syt nga kodra e diellit. Ndërsa tani hetuesit e prokurorisë së posaçme janë vënë në lëvizje dhe po hetojnë të gjithë batërdin me pronat në zonat e Narit Lundër, ku më shumë gjas dhe shumë shpejt pritet të zbardhet e gjithë skema. Por pyetjet mbeten, a do të guxojnë banorët e friksuar të flasin, apo do të vazhdojnë Nari Lundër operacionin e paprekur, ndërsa kadastra dhe policia I shërbejnë si gardë personale? Nuk është e vështirë të kuptohet se për çfarë shërbimesh të tilla ky xhambazi pronave, falsifikimit të dokumenteve dhe presionit ndaj qytetarëve transferohet nga një zonë në tjetrën, ndërsa nuk preket nga drejtësia për skemën e tij në Fark dhe në kodrën e diellit. Ivanka Trump dhe bashkëshorti I saj Jared Kushner janë përfshirë në një skandal prej miliarda dollarësh në Shqipëri. Në ditët e para kur kjo aferë u bë publike, shpërthyen menjëherë protestat. Mira njerëz dolën në rrugët e Shqipërisë duke kërkuar që kryeministri t'i vërë fre kësaj pune përpara se të shkonte më tej. Por ajo që qytetarët shqiptarë nuk dinin në atë kohë ishte se tashmë ishte tepër vonë. Makineritë e rënda të ndërtimit kishin zbarkuar gjerësisht në zonën e mbrojtur natyrore, të cilën Ivanka dhe Jared Kushner e blen përmes kompanisë Jared Affinity Partners. Ata po rafshojnë gjithçka, buldozerët janë tashmë aty.
Dhe tani si pasojë e kësaj, qindra mijëra shqiptar po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Tani dëgjoni me vëmendje. Ata duan largimin e kryeministrit Rama, krijimin e një qeverie teknike dhe zgjedhje të parakoshme. Ata duan, po citoj, një ndryshim të plotë të sistemit të qeverisës, që do të vinte në pikpyetje mandatin e çdo zyrtari të zgjedhur. Ivanka Trump, përmes lakmisë së saj, lakmisë së bashkëshortit të saj dhe korrupsionit të tyre mediatik me Affinity Partners, ka tronditur nga themelet qeverinë e një shteti të huaj. Tani kryeministri Edi Rama ka marrë fund. Edhe nëse nuk jep dorëheqjen, gjë që nuk besoj se do ta bëj, ai nuk do të mbajë më kurrë asnjë post publik për pjesën tjetër të jetës së tij dhe nuk do të ketë një pension të qetë dhe të lumtur pasi të lërë detyrën. Ai tashmë është kthyer në një figurë universalisht të urryer në vendin e tij dhe vetmja mënyrë se si mund të gjej pak qetësi është të largohet nga vendi që po e çon drejt rrënimit. Tani shtrohet pyetja, pse? Pse janë të gjithë kaq të tërbuar me këtë që po ndodh? Ja cila është arsyeja? Qeveria shqiptare i dha projektit statusin e investitorit strategjik, duke anashkaluar tenderet publik dhe duke i hequr tokës statusin e zonës së mbrojtur. E gjitha kjo pa i bërë të ditur marrëveshjen as parlamentit dhe as publikut. Pra ky është korrupsion shtetëror në nivelet më të larta, nga vetë kryeministri. Makineritë e rënda hynë pa leje ndërtimi. Rojet private të sigurisë tërhoqën zvarr protestuesit mjedisor përpara kamerave dhe ajo që kritikët e cilësojnë si një grabitje të pastër toke u bë virale brenda natës. Qindra mijëra shqiptar kanë vërshuar që atëherë në kryeqytet me pankarta ku shkruhet: Shqipëria nuk është një çantë Gucci që shitet me ulje. Lëvizja e quan veten në revolucionin e flamingove, e emëruar sipas shpendëve, habitati i mbrojturit të cilave tani rrezikohet të shkatërrohet plotësisht. Kjo nuk është hera e parë që kompania Jared Kushner, Affinity Partners, sepse gjitha kjo po bëhet në ombrellën e tyre dhe shkakton në thelb rrëzimin e një qeverie, e bën saktësisht të njëjtën gjë një 2 vite më parë në Serbi. Atje ndodhi skenari identik. Affinity Partners shkoi dhe u tha: "Shikoni, ne do ta blejmë të gjithë këtë tokë të mbrojtur për të ndërtuar diçka." Dhe zyrtarët e korruptuar qeveritar u përgjigjen: "Po, në shkëmbim të diçkaje, mund të rregullojmë këtë punë." Dhe ashtu bën. 5 zyrtarë u ndoqën penalisht për korrupsion zyrtar nga që i dhanë atë kontratë Affinity Partners. Dhe për shkak të publicitetit negativ dhe faktit që zyrtarët përfunduan në burg, Affinity Partners u tërhoq duke thënë: "Sidoqoftë, tani në Serbi na urrejnë, kështu që ne po heqim dorë nga projekti." Arsyeja pse kjo histori është kaq e rëndësishme është e dyfisht. Së pari vërteton që Jared Kushner është një nga njerëzit më të korruptuar në Shtetet e Bashkuara bashkë me kompaninë e tij. Së dyti, e njëjta gjë mund të ndodhe edhe në Shqipëri. Nëse reagimi i ashpër i publikut vazhdon dhe nëse ky revolucioni i flamingove merr për masa edhe më të mëdha, ne mund të shohim rrëzimin e kryeministrit Rama, mund të shohim zgjedhje të parakoshme dhe Affinity Partners mund të dëbohet mediatikisht me turp dhe një herë tjetër. Kjo natyrisht nëse nuk do të ndiqen penalisht apo jo, të shpëtojnë pa ndërtuar resortin në skenari më i mirë për ta. Nëse ka pasur qoftë dhe $1 rishfet në këtë mes, ata duhet të përfundojnë në gjyq. Dhe të jemi të sinqert, kur sheh provat, çdo gjë është e qartë. Nuk kishin leje dhe parlamenti u mbajtë në errësirë të plot. E gjithë kjo aferë kundërbon erë e rëndë korrupsioni. Unë refuzoj të besoj se kryeministri i Shqipërisë nuk ka marrë diçka në këmbim. Duhet të ketë pasur patjetër një shkëmbim nderesh, që çdo gjë të bëhej fshehurazi larg syve të publikut, sepse nëse kjo do të ishte një procedurë normale, ku dikush thjesht kërkon të blej tokë për të ndërtuar një resort luksoz, do të ndiqeshin rrugët ligjore dhe do të nxirreshin lejet përkatëse përpara se buldozerët të hynin në rezervatin e flamingove. Por leje nuk kishte, ndaj në këtë rast asgjë nuk është e ndershme. Korrupsion qeveritar, korrupsion korporatash dhe e gjitha kjo nisi nga një vizitë e Ivanka Trump në një ishull 5 vite më parë, ku tha: "O sa bukur këtu, dua ta kem unë këtë ishull." Dhe tani për shkak të lakmisë dhe vanitetit të saj, ajo ka rrëzuar faktikisht një qeveri të huaj, e cila duke pasur parasysh këtë nivel korrupsioni, ndoshta e meriton të rrëzojë gjithsesi. Kështu që mbase Ivanka duhet parë si një heroin që ekspozoi një korrupsion qeveritar kaq masiv, sikur të bënte të njëjtën gjë edhe për qeverinë e babait të saj. 300 pako të vullosura hermetikisht, të shënuara me logot e karteleve të Amerikës së Jugut dhe të fshehura 9 tonelata bananesh organike të sapo shkarkuara nga një anije mallrash që kishte mbërritur nga Kolumbia, kur efektivet e komandës provinciale të Guardia di Finanza në Savona, së bashku me specialistët e njësisë së policisë ekonomiko-financiare të Gjenovas dhe zyrtarët e agjencisë së doganave, hapën kontenerin frigoriferik në portin e Vado Ligurie, u përballën me një sasi të madhe pluri të bardhë, më shumë se 3 kuintal kokainë me pastërti shumë të lartë, bëj fjalë për 340 kg. Sipas autoriteteve, nëse kjo ngarkesë do të hidhej në tregun e shpërndarjes me pakicë, do të furnizonte tregjet e drogës në gjysmën e Evropës dhe do të siguronte organizatave kriminale rreth 120 milion euro. Një goditje financiare me vlerë të krahasueshme me buxhetin 3 vjeçar të një bashkie të mesme provinciale, e neutralizuar brenda pak
minutash nga ndërhyrja e shtetit. Nëse dikur një sekuestrim i tillë në Vado Ligure do të konsiderohej një sukses i jashtëzakonshëm hetimor, sot situata ka ndryshuar. Operacioni i ditëve të fundit përforcon bindjen që tashmë është bërë e qëndrueshme në prokurorinë antimafia. Liguria është ndërruar në Gateway, porta kryesore e hyrjes së narkotrafikut ndërkombëtar në Itali, shkruajnë mediat italiane. Për më shumë se 3 vite, epiqendra e hetimeve të drejtorisë antimafia ishte porti i Gioia Tauros në Kalabri. Megjithatë, presioni i vazhdueshëm hetimor në atë zonë, së bashku me kontrollet gjithnjë dhe më të rrepta në portet e mëdha të Europës, si Antwerpi dhe Rotterdami, tashmë të mbi ngarkuara dhe nga masa të forta sigurie, i kanë detyruar trafikantët e drogës të ndryshojnë strategji dhe rrugët e transportit. Sot, sipas hetuesve, fjala kyçe është diversifikim. Organizata kriminale nuk rrezikojnë më tonelata droge në një port të vetëm. Ngarkesat ndahen në sasi më të vogla dhe dërgohen drejt porteve që konsiderohen më pak të ekspozuara ndaj kontrolleve, duke shfrytzuar fluksin e madh të importeve të frutave dhe perimeve që lidh Ekuadorin, Kolumbinë dhe Brazilin me brigjet e Ligurias. Në këtë rrjet logjistik, portet e Ligurias ofrojnë një infrastrukturë ideale. Në komunikatën e Guardia di Finanza thuhet qartë se porti i Vado Ligure përfaqëson një nyje të rëndësishme të flukseve tregtare drejt Evropës. Kush kontrollon këtë port, kontrollon edhe hyrjen drejt korridoreve rrugore që çojnë në tregjet më fitimprurse të Italisë Veriore, Francës dhe Gjermanisë. Për të kuptuar përmasat e fenomenit, mjafton të shihen 3 portet kryesore të rajonit, Genova dhe terminali Pravoltri. Mbeten nyjet më të rëndësishme. Vetëm në fillimin e këtij viti në portin e Genovas u sekuestruan më shumë se 2 ton kokainë. Në terminalin e Pras, ku çdo ditë lëvizin mijëra kontener, grupet kriminale përfitojnë nga anonimati, që krijon volumi i madh i mallrave. Pikërisht aty përdoret shpesh teknika e njohur si rip-off, ku droga futet në kontener të ligjshëm të kompanive që nuk kanë ndjeni për ngarkesën ilegale. Punonjësit portual të korruptuar, të cilët hetuesit i quajnë jak gri, mbikëqyrin kontenerin, e hapin nga brenda për pak minuta në zonat e magazinimit, nxjerrin çantat me drogë dhe më pas e mbyllin sërish me vula të falsifikuara përpara kontrollit doganor. La Spezia përbën kulmin e tretë të këtij tregëndshi. Edhe ky port ka qenë vazhdimisht objekti i hetimeve të drejtorisë së antimafias, ku janë zbuluar ngarkesa me qindra kilogram kokainë të fshehura në kontener frigoriferik. Kjo tregon se gjithë vija bregdetare e Ligurias është bërë pjesë e një rrjeti logjistik të përdorur nga organizatat kriminale. Pas kësaj, makinerie të madhe të importit të kokainës nuk qëndrojnë grupe të vogla kriminale. Raportet 6 mujore të drejtorisë hetimore antimafia përshkruajnë një situatë të qartë. Drejtimi strategjik dhe marrëdhëniet financiare me prodhuesit e kokainës në Amerikën Latine vazhdojnë të kontrollohen nga familjet historike të Ndragetës kalabreze. Këto organizata mafioze janë të pranishme në Liguria prej rreth 4 dekadash, me struktura të konsoliduara nga Ventimiglia deri në Lavagna. Megjithatë, raportet më të fundit evidentojnë një ndryshim të rëndësishëm në strukturën operative të rrjeteve kriminale, rritjen e ndjeshme të grupeve ballkanike, veçanërisht të grupeve kriminale shqiptare. Sipas hetuesve italian, ato nuk konsiderohen më vetëm si ekzekutues në nivele të ulta të trafikut, por si partner logjistik në territorin e Ligurias, të angazhuar në ruajtjen e ngarkesave në magazina në brendësi të rajonit, sigurimin e transportit dhe shpërndarjen e drogës përmes rrjetit rrugor. 340 kg të sekuestruar në Vado Ligure përfaqësojnë vetëm një fotografi të luftës së vazhdueshme që zhvillohet mes organizatave kriminale dhe autoriteteve, përmes skanerëve doganor, analizës së rrugëve detare dhe përgjimeve telefonike. Shteti italian ka shkaktuar një goditje të rëndë ekonomike rrjeteve të narkotrafikut, me një humbje të vlerësuar me rreth 120 milion euro. Megjithatë, sipas vlerësimit të autorit të artikullit, aktivitetet të trafikantëve në portet e Ligurias nuk pritet të ndalen.